si lekës. Mbase mundet më mbrapa. Proces është dhe aty. Me thënë drejt. Ky proces ka filluar shumë vite para. Unë kam qenë 10 vjeç kur këta iknin në Amerikë. Ziko me shkruaj akoma ky proces vazhdon. Gianni Infantino, 64 ekipe në Kupën e Botës, pikpyetje. Kjo është padyshimi çështje që do të shqyrtohet pas kësaj Kupe Bote. Kur organizohet një botror, është e rëndësishme ta organizosh atë për gjithë botën, jo vetëm për Europën dhe Amerikën e Jugut, thot presidenti i FIFA-s. Por në fakt të gjithë duan që të marrin pjesë Çobani. Kjo ul cilësinë, është mirë, është keq? Shko tash, të bësh një Kupë Bote me grumbullim dhe të thuash që do bëj 64 ekipe, mund të bësh 128 ekipe. Po, sa shtete janë në botë, i bësh gjithë. Mirë, bëj një kampionat me vajtje ardhe për gjithë vitin. Shko tash, Kupë Bote. Kur bëhet Kupë Bote, detyrimisht do vënë më të mirat. Nuk mund të vënë të gjitha në Kupën e Botës. Prandaj ato luajnë me njëra tjetrën. Të dalin më të mirat dhe të shkojnë për fituar Kupën e Botës. S'bëri gol Messi me Zvicrën. Kjo që thot ky. Po e bote me ato, çfarë quaj ato? Domethënë do akoma domethënë komercializëm, do akoma domethënë të qarkulloj vetëm paraja. Se ka lek të madh vit, ë? Po këta më të pasurit e botës. FIFA është institucioni më i pasur. Si shkon ky nga ndeshje me aeroplan? Si e ka të ritmin? Të shëmtosh futbollin. Si e ka ritmin? Shiko, ta lëm çike futbolli për pasana ai vetë bëj çfarë doj. Të shëmtosh futbollin duke shtuar skuadrat në Kupën e Botës, kjo është pasandaj që jo kamera do kapi topi, por në ditë do kapi edhe në një gjë në një ku diun, në një meteora ku diun çfarë do vi. Si e dakord, ë? Absolutisht jo. Bilës janë shumë edhe 48. Ishte deri në 32 që i naft. Do në arritë, do kemi edhe në shanse Shqipëria. Mbase ka më të ardhura, mbase portofoli FIFA-s është zmadhuar. Portofolin i ka për vete, Elita mbaj portofolin. Po themi, ore ne duam që kërë futboll. Se më shkojmë me 64, shkojmë dhe në Shqipëria. Se ne me 24 për shumë nuk shkojmë dot. Shkojmë me 64. Nuk mos ishte zgjeruar Europiani, ne s'do shkonim 2 herë në Europian. Qa mendimi? Vjen Koraqao në kampionat botror. Po as gjatë keqes ka, i dha bukurie edhe Koraqao dhe Kepi Gjelbër. Njerëz janë dhe ata. Emocione i dha edhe meriton, profesor. Çfarë doni toni me këtë të bëjnë me 100 ca ekipe më? Jo, me 64. 64. Edhe me 100 ca do vej bravo. Profesor, nuk kemi drejt të ndrojmë edhe ne si Shqipëri të shkojmë një herë në botror. Po mirë, më konkurron dhe shkon. Ishim afër. Një sekond. Sot më thuaj në këtë botror me 48 ekipe. Po mirë, eliminatorët nuk janë kampionat botror eliminatorët? Ato janë eliminatorës, janë. Nuk ka vëmendje siç kanë botror. T'i japim pak lavdi dhe famë edhe ekipeve që nuk kanë mundësi të shkojnë me. Që janë deri aty. Pse? Kjo formulë na solli një surprizë bukur ka po. Por do futboll bukur ti apo do kështu të do festival. Do ta bësh ndryshim bukur. Ti shikon në syrin e specialistit, ne s'dim, por ne s'dim të luajmë futboll më zotëri. Por e di si ta. Ti je specialist, ne jemi tifoza, kemi ndryshim midis këtu. Mua më duket dha si vjetë ky kampionat botror si festivali Gjirokastrës. Po pse? Po se tamam si festivali Gjirokastrës. Ka po vërtet Gjirokastrës shkoi edhe me Noj Argentinën. Ore që po nuk është festival futbolli. Profesor, e di historinë e Davide Golias. Ore Davide Golias e di. E po mirë rregull, dakor. Bëheni më me 200 që mund një ekip madh. Po janë histori do. Ore në kampionat botror do vënë më të mirat më. Duan frymëzim. E kupton apo? Po kalo grupeve janë më të mirat. Urdhë. Apo so shumë sulçe. Po mirë, ata po thotë ato. Të po them unë i kanë. Grupeve kaloj 64. Po i kanë kaluar më grupet. Edhe vetë duhet vënë atje në finale. Se janë finalet këto. 64 është pranueshëm. 64 do ketë. Po mirë, për ty s'duket gjë se kështu është, po them. Për futbollin është shëmtir. Për futbollin është shëmtir. Po bëj një pyetje. Më thuaj një nesër të shëmtuar këtë vit. Një ndeshje shëmtuar. Këto ekipe të vogla. Më thuaj tani. Po si nuk pam. Cila? Përveç Katarit që ishte skandal. Më thuj tjetër. Ja sa dhe Amerika shumë. E lem ti tjetër. A e vendosë ti që s'kishe tjetër. E lem shumë. Ti po më pyet mua më thuaj një dhe përveç kësaj dhe e vendosë. Më lërë se s'kam çfarë them, ti e vendosë, vetëm Katarit. Le të ndrojmë pak profesor. Le të ndrojmë pak. Çfarë do ndrosh? Le të shohim pak edhe shprehjet tek ne. Sepse po shkojmë nga 40 vjeç edhe s'kemi parë akoma Shqipërinë. Nuk di mua edhe se jemi të rinë tjetër. Mi kapëm këta evropianët. Që erdhi kjo, më shqiptari. Këto europiane. Ja, po me fëmijë më shumë s'po shohin kontaren shqiptar një atje. Le të ndodhem. Shqyrë thotë që ndodhi, po mirë sistemon me 20. Po Neymari. E di ku është?
Neymari tani ka nisë pushime. Neymari të luaj biços. Japim çik, se është e bukur. Ai ka hallet kesh ai. Shikoj çik. Super, po e vuan shumë. Kape çik. Neymari dhe çuni kishte datë Neymari luante poker. Besar. Pa të videon besoj. Vetëm javë pas eliminimit nga Kupa e Botës, Neymar ka marrë pjesë në një tjetër kampionat botror. Sulmuesi nuk u rikthye në Brazil, por qëndroi në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe së fundi ishte pjesë e turneut në poker në Las Vegas. Ylli brazilian është futur në garën për shpërblimin maksimal prej $10.000. Neymar ka pranuar se bixhozi është një argëtim dhe nuk e konsideron si varësi klinike. 3 vite më para i humbi €1 milion për 60 minuta, duke luajtur online. Kështu thot ky bixhozi, pak po. Shiko se është e bukur kjo. Kur ngeli pa kokër leku Ronaldinho, fajti atje brenda ku e futëm në Amerikë Latine, që ishte në brenda. S'kishte kokër leku. Lundë ndeshje me lekë. Ja çoi Messi, më çoi Messi $3 milion me avokate me gjitha që nxorën, se këta kështu thonë në varësi. Problemi është se këta luajnë shumë. Desa, i thotë ka lënë €1 milion, ka lënë €1 milion dhe thotë ai, ja më s'kam varësi, thotë. Tani më kujtohet që pse Neymar ishte me fat që ishte në epokën e Messi dhe Ronaldos dhe pse Neymar ishte në hije. Se Messi dhe Ronaldo nuk i kanë këto probleme. Kupton? Neymar kur djali vetë. Ku i dim ne më tani, nuk e dim. Po, maj sa shfaqen. Po, maj sa shfaqen, nuk i shfaqen, duken si të rregull. Ka tani luajnë edhe online që se merr vesh ti sigur flasin kështu në telefon që nuk kemi me ata, kupton? Ama e Shiko. kupton që pse Neymari është këtu? O zotri. Ka qenë hije. O zotri, më gjej çik. Se të them edhe unë ja dy gjëra. Lere mos e ky merr përsipër në botën në botën e futbollit. Si mund të flas për Neymarin kështu ti? Neymari është një yll i futbollit. Po flasim për këtë me këtë që po shohim, me veset që ka. Besoj ti e ke parë videon. Mo leri veset ne për ne themi për futbollin, nuk po themi për veset. Veset janë jashtë futbollit. Ai në fush nuk luan me dakord bash diçka. Po s'bini bashkë keni për të akord dakord këtu. Nuk duket. Jo, i kemi vështirë tani. Që jeta jashtë futbollit e ka bërë Neymarin të mos jetë pjesë e treshës kryesore. Ronaldo, Messi, Neymar, sepse pak a shumë në ato vite kanë luajtur bashkë. Çfarë mos jetë më? Të mos jetë po aq i madh sa. Si s'ka i madh ky më? Ky është nga lojtarët më të mirë të botës. Po ka vojtë pjesën e dëmtimeve. Çfarë ka bërë ky? Spektakël ka dhuruar. Ai shijon futbollin. Ai shijon apo. Por nuk është vetëm me të fituar futbollin, është edhe me të shijuar. Ato paparët ka. Nuk besoj. Ai shijon futbollin. Besar, fakt një koment. Ta faktikisht brazilianët shu janë. Ishte perandori Adriano, me Interin, e shkatroi karrierën dhe jetën e vet. Vajti u fut në favelat e Brazilit, pinte alkool. Pse Buffoni nuk lute Buffoni? Buffoni ishin shumë një perandori konsideroi në Itali dhe vajti shkatrua për shkak të veseve që kanë. O bos, 80% gjithë. Të gjithë.